Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi janë për Allahun, krijuesin absolut të gjithësisë. Vetëm atij i mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Mundësisht çoj nalt ato. Lej dikun. Mos i leni to. Allah e shpëlbeft. Besimtarë nderuar, siç e dini, jemi duke i trajtuar ngjarjet që kanë të bëjnë me dëbimin e qifutëve nga Medina. Kur e kemi filluar trajtimin e kësaj pjese të rëndësishme historike, kemi thënë se qifutët e Medinës, të cilët kryesisht janë përfaqësuar nga 3 fise më të mëdha dhe më të njohura, siç ishin fisi Banu Qaynuqa, fisi Banu Nadir, edhe fisi Banu Qurayza. Ata e prishën marrëveshjen dhe paktin me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe secili prej këtyre fiseve e shfrytëzoi një dobësi të muslimanëve, kryesisht pasi që përfundonte një betejë e caktuar, ata e shfrytëzonin rastin dhe dëshironin që të krijonin sa më shumë përçarje në mesin e muslimanëve, ta shfrytëzonin dobësinë dhe lodhën e tyre, dhe pastaj t'i shfarosnin muslimanët një herë e përgjithmonë. Gjithmonë duke besuar se ata janë më të fuqishëm për ta bërë një gjë të tillë, për shkak të pasurive materiale që ata i dispononin. Prandaj, me njerë pas betejës së Bedrit, sikur se kemi treguar, fisi Bani Qaynuqa e shfrytëzoi rastin dhe e prishi marrëveshjen me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas betejës së Uhudit, fisi Bani Nadir e bëri të njëjtën gjë. Madje bën atentat ndaj pejgamberit tonë dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas tyre dhe fisi që më së keqi ka prish marrëveshje me Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam ka qenë fisi Bani Qurayza. Nëse ju kujtohet kur e kemi trajtuar betejën e Hendekut apo të Ahzabit, siç e quajnë Kur'ani, kemi thënë se aktorët kryesor të organizimit për këtë betejë kundër muslimanëve kanë qenë qifutët e Medinës. Konkretisht 2 persona, Huyej bin Akhtab edhe Ka'b bin Ashraf. Këta 2 persona e kanë marrë përsipër organizimin e krijimit të një aleanceje kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve në përgjithësi. Prandaj kanë shku tek mushrikët e Mekës, konkretisht tek Ebu Sufjani, si lideri i tyre që ishte aso kohë, dhe kanë kërkuar marrëveshje për me kriju një aleancë. Pastaj pas kësaj kanë shku tek fisi Ghatafan, që gjithashtu ka qenë një prej fiseve më të fuqishme aso kohë, që ka disponuar ushtarë të shumë dhe të fuqishëm. Pastaj gjithashtu edhe kanë përfituar për rastet edhe kanë shku edhe në për fise tjera, në për kabile tjera, derisa e kanë krijuar aleancën jo muslimane kundër muslimanëve. Por po të mos ishin qifutët, kjo aleancë nuk do të krijojë edhe nuk do të luftoheshin muslimanët në këtë betejë. Apo thënë ndryshe, nuk do të përpiqeshin për ta bërë një gjë të tillë, sepse realisht Allahu ka dashur që muslimanët të mbrojë nga zhvillimi i kësaj beteje, përpos disa luftimeve të vogla që kanë ndodhur në disa raste të caktuara, sikurse i kemi treguar ato në javët e kaluara. Pra fillimisht, faktori kryesor i destabilizimit të situatës në Medinë, i krijimit të kësaj aleance kundër muslimanëve dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam kanë qenë qifutët e Medinës. Që i bie, ata si komunitet qifut e kanë tradhtu në momentin që e kanë ndërmarrë këtë organizim, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët në përgjithësi. Por pos kësaj, sikur se kemi treguar, secili fis në krye me liderin e tyre, në mënyrë specifike dhe të veçantë, ka bërë edhe prishje të tjera, duke bërë shkelje të tjera,
ndaj paktit dhe marrëveshjes që e ka bërë pejgamberi i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me secilin fic veç e veç. Ndërka që fisi Beni Qurayza është fisi që më së shumti ka pasur rol destruktiv në këtë çështje. Por arsye se ju kujtohet kur kemi thënë se Huyej bin Akhtab, kur ka shkuar tek Ka'b bin Asad, që ka qenë prisi dhe lideri i fisit Beni Qurayza, dhe ka kërku prej tij me bisedu për një çështje madhore. Ai nuk ka dashur që ta lejoj që të hyjë brenda në fortesën e tij, madje i ka thënë: "Innaka rajulun mash'um", ti je njeri ogurzi, prej teje vije vetëm fatkeqësi. Por ai ka insistuar vazhdimisht dhe në një farforme e ka përdorur një taktik që ka pas ndikim të menjëhershëm tek Ka'b bin Asad për ta lejuar që të hyjë brenda dhe ta zhvillojnë këtë diskutim të rëndësishëm për ta. I ka thënë se apo friksohesh se unë do të ushqem nga ushqimi yt, prandaj nuk më hap derën. Për një farforme e ka akuzuar me tamaqallëk. Atëherë ka hap derën. Pastaj kur i ka treguar se për çfarë bëhet fjalë, ka thënë: "A nuk je pro krijimit të kësaj aleance madhështore që unë e kam filluar për ta shfarosur një herë për gjithmonë Muhamedit dhe muslimanët dhe për t'i hequr qafe një herë për gjithmonë këta njerëz që kanë ardhur në Medinë dhe na kanë marrë pushtetin e kështu me radhë?" Ka'b bin Asad ka thonë: "Po ne nuk kemi pa asnjë të keqe prej Muhamedit. Ne gjithë dim se ai është njeri i drejtë dhe po i respekton të gjitha marrëveshjet mes nesh dhe mes tij." Por ai ka insistuar vazhdimisht derisa ja ka mbushur mendjen edhe kryesuesit të fisit Beni Qurayza për ta prishur marrëveshjen me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjë që edhe e ka bërë. Pasi që mbaron betejë e Ahzabit apo betejë e Hendekut, pejgamberi i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kthehet në Medinë. Shkon në shtëpinë e tij, i largon pajisjet luftarake, lahet, pastrohet, akoma pa u akomoduar, pa pushuar, i vrije Gjibrili alayhi salam në formën e sahabiu të nderuar Dihya al-Kalbi. Sahabiu Dihya al-Kalbi ka qenë për njerëzve më të bukur prej sahabëve, sa që çdo herë është përmendur si shembulli i bukurisë. Nëse dikush për shembull ka dashur që ta paraqes bukurinë e dikujt tjetër, kanë thënë filani ishte i bukur sikurse Dihya. Pra kaq ka qenë i bukur. Madje transmetimet tregojnë se kur ka dalur Dihya nëpër qytet, gocat e qytetit kanë dalur për ta parë atë, kaq i bukur, kaq tërheqës ka qenë ai. Radiyallahu anhu. Dhe transmetimi tregon, sidomos transmetimin që e transmeton Aisha radiyallahu anha, thotë se në atë moment kur u afrua Dihya, sepse kjo nuk po e dinte që është Gjibrili, nga se kishte ardhur në formën e Dihyes, sahabiu të nderuar, atëherë pejgamberi Allahut ja largoi pluhurin nga fytyra e tij. Pra Dihyes, këtë rast Gjibrili alayhis salam, ja largoi pluhurin nga fytyra e tij, që do të thotë se edhe Gjibrili alayhis salam ka qenë pjesëmarrës në betejën e Hendekut. Sikur se kanë treguar transmetimet dhe jeni munduar t'i përmendim disa prej tyre, se pothuajse në çdo betejë kanë qenë pjesëmarrës edhe melekët e Allahut si ndihmë dhe përkrahje e fuqishme nga ana e Allahut për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për muslimanët në përgjithësi. Dhe i ka thënë kësaj: "Wada'ta as-silah, wallahi ma wada'na." Ai largove armët tua Muhammed, pasha Allahun ne nuk i kemi hequr armët tona. Pra si kemi largu akoma armët tona. Fakhruj ilejhim. Andaj dil edhe drejtoju drejt tyre. Qala fa ila ayn, fa pejgamberi Allahut, për ku më u drejtu? Qala ha huna, fa drejt atij drejtimi, fa ashara ila Bani Qurayza, edhe bëri me shenjë në drejtim të fisit Bani Qurayza, fis Shifut. Pse ndodhi kjo? Për shkak të tradhtisë që e kishin bërë pejgamberi tonë dashur dhe muslimanëve në përgjithësi, pikërisht nga organizimi i krijimit të kësaj aleance kundër muslimanëve, për shkak të shkaktimit të kësaj betejë, dhe për shkak të asaj që ata kishin për synim për ta bërë pra shfarosin e muslimanëve tërësisht. Kjo ishte një tradhti shumë e madhe. Ishte tradhti kombëtare, ishte tradhti qytetare, ishte tradhti edhe fetare madje, për arsye se
besatimin që ata ja kishin dhënë pejgamberit ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ja kishin dhënë në emër të Allahut mbi bazën e Tevratit, mbi bazën e librit hyjnor të tyre. Prandaj ata e kishin shkelur edhe fenë e tyre dhe besimin e tyre, sepse as Tevrati, as Injili nuk e lejojnë prishjen e marrëveshjeve padrejtisht, shkeljen e besës apo premjen e saj. Pastaj pejgamberi Allahut me ta marrur këtë urdhër nga Xhibrili alayhis salam, një transmetim tjetër tregon se ka ngurruar për të shkuar më një herë. Andaj Aisha i ka thënë radiallahu anha pejgamberit ton dashur, ja Rasulullah, pse po nguron që ti luftojsh qifutet e Beni Quraidhas? Ka thonë për shkak të fortifikatave të tyre, për shkak të kështjellave të tyre, se ishte shumë vështirë me depërtu në tokë. Pra do të kishte pasojat mëdha për muslimanët. Atëherë Xhibrili alayhis salam i kishte thënë, nisu me lejen e Allahut, sepse unë do t'ua dridh atyre fortesat, kështjellat e tyre, dhe do mbjell frikën në zemrat e tyre. Atëherë pejgamberi Allahut më njëherë niset, i vesh sërish pajisjet luftarake, edhe i thot dikuj prej sahabëve, disa transmetime tregojnë se i thot Omerit radiallahu anhu, që të dalë në publik dhe të thot besimtarëve kësaj: La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidha. Askush të mos e fal namazin e ikindis, vetëm se kur të arrijmë në fisin Bani Quraidha. Që tregon se shumë para faljes e namazit të ikindis ka ardhur urdhri, për shkak të rëndësisë së çështjes, nuk ka prit pejgamberi Allahut as me e fal namazin e ikindis, sepse çështja do duhet të realizohej më një herë. Është urdhër i Allahut madhërisëm me shku në drejtim të fisit Beni Quraidha, edhe me i luftu ata për shkak të tradhtisë që ata e kanë bërë. Andaj e ka caktuar Aliun radiallahu anhu si lider të batalionit që do t'i printe kësaj ekspedite ushtarake. E merr Aliu radiallahu anhu gjithë atë grupën e tij, batalionin e tij, dhe niset si ofanziv fillestare. Pastaj disa të tjerë bashkangjiten deri në 3000 ushtarë prej muslimanëve, e 30 prej tyre ishin kalorës. Gjatë rrugës, disa prej sahabëve fillojnë edhe diskutojnë të çështjen e namazit të ikindis. Një grup thot, ne nuk do ta falim namazin e ikindis, vetëm se kur të arrijmë në fisin Beni Quraidha, ashtu siç na ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse kështu ka qenë urdhri i tij. Një grup tjetër prej besimtarëve kanë thënë, nuk e ka pasur për qëllim pejgamberi Allahut vonimin e namazit, por e ka pasur nxitimin drejt realizimit të urdhrit. Andaj më mirë është ta falim fillimisht namazin e ikindis, pastaj të vazhdojmë edhe të shkojmë në drejtim të fisit Beni Quraidha. Ky grup që s'është pajtuar me këtë mendim, ka vazhduar me ecë derisa kanë arritur në vendin e ngjarjes, edhe ju ka ra pastaj me fal namazin e ikindis, sipas një transmetimi pas namazit të akşamit, sipas një transmetimi pas namazit të yatsis, për shkak të zhvillimeve që ata i kanë përjetuar në fisin Beni Quraidha. Ndërkaq ky grupi që e ka pas mendimin se pejgamberi Allahut e ka pas për qëllim nxitimin në kryerjen e urdhrit të Allahut dhe jo vonimin e namazit, ata janë dalë, kanë fal namazin e ikindis, pastaj kanë vazhduar rrugën derisa kanë arritur në fisin Beni Quraidha. Kur kanë arritur atje, pasi që janë grumbulluar gjithë, atëherë kanë shkuar tek pejgamberi Allahut dhe kanë kërkuar sqarim për këtë vendim që e kanë ndërmarrë të dyja palët. Grupi i parë kanë thënë, ja Rasulullah, ne nuk e falem namazin e ikindis sepse kështu na urdhrove ti, që të mos faleshim vetëm se kur të arrijmë në fisin Beni Quraidha. Andaj ne e falem kur arritëm dhe e falem me vonesë. Pra në një farforme me kaza. Ndërkaq grupi i dytë tha, ja Rasulullah, ne e falem gjatë rrugës, sepse ne kuptuam nga ajo që ti the se nuk është fjala për vonimin e namazit, por është fjala për nxitimin drejt arritjes në fisin Beni Quraidha. Pejgamberi Allahut nuk e qortoi asnjërin palë, as tjetrën palë. Dhe kjo ka mesazhin jashtëzakonisht veçantë që unë do të mundohem inshallah me i përmend për mësimeve që do t'i nxjerrim nga ngjarjet që i kemi përmendur për 3 javë radhazi. Atëherë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur ka arritur në fisin Beni Quraidha, Aliu radiallahu anhu i kishte dëgjuar disa prej fisit të Beni Quraidhas, teksa po e shanin dhe po e ofendonin pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me fjalët më të poshtra. Gjatë këtij momenti po afrohej pejgamberi Allahut. Pra i kishte dëgjuar se ata, ose edhe i kishte treguar Allahu me shpallje se ata po e shanin dhe po e ofendonin
pejgamberin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Aliu në këto momente nuk dëshironte që pejgamberi i Allahut të afrohej dhe ta kuptonte se për çfarë po bëhej fjalë, për t'i ruajtur ndjenjat pejgamberit të Allahut. Andaj i tha: "Ja Rasulullah, mos u afro, mos u merr me ta, mos u merr me këta të shturur, me këta të prishur." Pejgamberi i Allahut afrohet dhe ju thot me zë të lartë: "Ja ikhwan al-qiradati wal khanazir." Thot: "O vëllezërit e majmunëve dhe të derave. A ju po më shani mua, ndërkaq juve Allahu ju ka poshtruar dhe ju ka ndëshkuar?" Pra ka aluduar në ndëshkimin që ja ka bërë Allahu disa prej Beni Israileve në kohrat më të hershme, kur e kanë tradhtu mesazhin e Allahut, kur i kanë tradhtu pejgamberët e Allahut, Allahu i ka ndëshkuar dhe i ka shndruar ata, disa prej tyre nga njerëz në majmuna e disa nga njerëz në dera. Prandaj kjo ka qenë shumë indinjuese për pejgamberin e Allahut. Kur e kanë dëgjuar ata se çfarë po thot pejgamberi i Allahut, atëherë kanë reaguar krejtësisht ndryshe. E kanë mohu se ata e kanë shoh Rasulullahun sallallahu alaihi wasallam dhe kanë filluar me marrë me të mirë. I kanë thonë: "Ja Abul Qasim, la na'rifu minka jahla." Prej te nuk dim ndonjë gjë ignorante. Pra ti nuk bësh veprime ignorante. Ti nuk biesh prej e diskutimeve apo asaj që mund të thonë të tjerët, sepse ti je njeri me vlera. Edhe realisht kështu ka qenë, sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur nuk e ka ulur nivelin e tij në nivelin e të tjerëve. Atëherë, për shkak të fortifikatave të shumta, për shkak të pamundësisë për me depërtu me njëherë brenda, muslimanët e kanë rrethu krejtësisht fisin Beni Quraidha. Një prej grave të tyre e gjuan një prej sahabëve edhe e vret në vend, sahabiun e nderuar Khalad bin Suwaid, edhe e mbyt atë. Kjo i revolton muslimanët edhe më tepër. Përpiqen me deportu në fortesat e tyre, pothuajse e kanë të pamundur. Në anën tjetër, brenda fortesave të tyre, zhvilloi një diskutim mes Ka'b bin Esed, që ishte prisi i fisit Beni Quraidha, dhe mes atyre që i kishte afër vetes. Edhe ai tani po ju thot atyre: "O burra, na patjetër e kemi me zgjedh njënën prej 3 opsioneve." Këta i thonë: "Cilat janë këto opsione? Na i trego." Thotë: "E para është që ne me pranu islamin, mu bë musliman, edhe me u dorëzu Muhamedit si musliman. Kësaj ne i shpëtojmë edhe jetët tona, edhe pasuritë tona, edhe kështillat tona." Ata thonë: "Jo, s'ka mundësi, ne nuk pranojmë me u dorëzu Muhamedit, kurse si s'mund të ndodhë një gjë e tillë." Atëherë i thotë: "Opsioni i dytë është ky. Ne t'i vrasim gratë dhe fëmijët tonë, edhe dalim të luftojmë me Muhamedin." Ata thonë: "Çka na vlen neve jeta nëse na i vrasim gratë dhe fëmijët tona? Për çfarë të luftojmë atëherë? S'kemi kur fare arsye me luftu dhe me jetu." Atëherë thotë: "Opsioni i tretë ngelet që ne befasishëm me i sulmu Muhamedin dhe muslimanët ditën e shtunë, sepse ditën e shtunë që futet e kanë fest. Edhe ata nuk luftojnë ditën e shtunë. Andaj t'i zëm befasishëm muslimanët, t'i sulmojmë, t'u japim goditjen e madhe, në mënyrë që pastaj edhe t'i shfarosim krejtësisht." Ata për shkak se kanë qenë frikacak, arsyetojnë me atë se ne nuk e thejmë besën e Allahut e me luftu në ditën e shtunë, sepse është ditë feste. Atëherë ky revoltohet, edhe këta e vendosin, thonë se ne e vetmja gjë që duhet bëjmë është që të mos bëhemi musliman, por t'i dorëzohemi Muhamedit. Por, si çdo herë ata mundohen me përdor taktika, hile, që zakonisht i përdorin. Kërkojnë negociator mes tyre dhe mes muslimanëve. Konkretisht e kërkojnë sahabiun e nderuar Ebu Lubabe. Ky sahabi, përpos që ka pas bashkëpunime me qifutët që në kohrat e lashta, para se më bu musliman, ka pas edhe pasurit vetën, madje dhe antarët familjes të vendosur pikërisht në fisin Beni Quraidha. Pra ka pas pasuri materiale, por ka pas edhe familjarë që kanë jetu brenda kufive të fisit Beni Quraidha. I kanë qu selam pejgamberit Allahu që ne duam të takojmë Ebu Lubaben në mënyrë që të negociojmë përmes tij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e pranon një kërkesë tillë. Shkon Ebu Lubabe radhiyallahu anhu, sahabi shumë i nderuar, shumë i respektuar.
momentin që hynë në vendin e tyre, pra në fortesat e tyre, ata i nxjerrin gratë dhe fëmijët e tyre duke qajt, duke vajtu me dënes. Kjo e prek zemrën e sahabijut nderuar Ebu Lubabes. Edhe e pyesin, i thonë, o Ebu Lubabe, ti e din shumë mirë që ne jemi alat ka hershëm. Çfarë do të bëj pejgamberi me neve? Çfarë do të bëj Muhamedi me neve? Atër Ebu Lubabe e tregon sekretin shtetëror që nuk është dashur me e përmend. Ja bën me shenjë se do t'ju ekzekutoj. Si thot edhe vet Ebu Lubabe më vonë pas së ngjarje, thot, nuk akoma pa e lëviz këmbët e mia, pa lëvizur vendi, e kam ditë që e kam tradhtuar Allahun dhe Resulullahun momentin që e kam treguar këtë sekret shtetëror. Nuk është dashur që ta përmendja atë. Edhe me njerë pas kësaj ka shkuar Ebu Lubabe drejt në xhaminë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe e ka lidh veten në një prej shtyllave të xhamisë. Edhe ka thënë pasha Allahu, unë nuk do ta zgjidhi veten derisa të më zgjidh vet dora e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot pasha Allahun, unë kur më nuk do të kthehem në Beni Qurayza. Edhe pse kam pasuria aty, e kam antar familjes, pra nga ajo që ka përjetuar prej dëshpërimit vetanak se si unë e tradhtova Allahun dhe e tradhtova Resulullahun sallallahu alaihi wasallam, ndonë se kjo nuk ka qenë tradhti, sepse qëllimi i tij nuk ka qenë për me tradhtu kauzën islame, por nga keqardhja e ka bënë gjatë tij. I kanë tregu pejgamberit Allahut çfarë ka ndodhur. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, si kur të kishte ardhur tek unë Ebu Lubabe, unë do të kërkoja falje tek Allahu për të. Edhe Allahu do t'ia falte, për shkak të ndërmjetësimit të Muhamedit Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po derisa ai nuk e ka bënë gjë të tillë, e ka marrë vendimin vetanak me shku me u lidh në xhaminë e pejgamberit tonë dashur sallallahu alaihi wasallam, unë nuk mund të ndërhyj në këtë çështje tani më, derisa Allahu t'ia pranojë atij pendimin për gabimin e bërë. Edhe kështu ka ndodhur. Për 6 ditë e 6 net Ebu Lubabe ka qëndruar i lidhur në një prej shtyllave të xhamisë së Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, edhe sot e asaj dite ajo shtyllë quhet shtylla e Ebu Lubabes, për shkak të ngjarjes që ka ndodhur. Vetëm për kohrat e namazit vjen gruaja e tij, edhe e zgjidh, e fal namazin, pastaj prap e lidh në mënyrë që ai me përmbush premtimin që e ka dhënë para Allahut dhe para Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Atëre pas së ngjarje, përfundimisht, këta e vendosin me zbrit pej shtjellave tyre, pej fortesave tyre, në mënyrë që me u dorëzu Muhamedit dhe gjykimit tij. Pastaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam normalisht do t'i gjykonte ata me gjykim të Allahut, me ligj të Allahut madhërisht. Por ngritet fisi Eus, prej arabëve të Medinës që ishin bërë musliman. Edhe kërkojnë tek pejgamberi Allahut ndërmjetësim. Thonë, ja Rasulallah, trajtoj ata me mëshirë. Po janë mundu në një farforme me bind pejgamberin Allahut që mos me i gjyku me ekzekutim. Edhe ja kanë përmend në rastin e fisit Beni Qainuqa dhe fisit Beni Nadir. Ju kujtohet kur kemi tregu se si kanë ndërmjetësu, për njërin fis kanë ndërmjetësu Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, kur ka thonë se ata kanë kërku besë prej meje, andaj kërkoj prej teje për shkak të besës që vetëm me i dëbu prej Medinës. Edhe e ka pranuar pejgamberi Allahut një kërkesë tillë. Edhe ashtu ka ndodhur. Me fisin tjetër që kemi përmend, ka kërku sahabiu i nderuar Ubadet ibn Samit, që ka qenë lideri i fisit Khazraj, që vetëm me i dëbu prej Medinës. Por realisht, krimet e tyre që kanë ndodhur nuk kanë qenë të nivelit që i ka bërë fisi Beni Qurayza. Prandaj e kanë përdorur fisi Aus njëjtën metodë. Edhe kanë thonë, ja Rasulallah, sikur ti trajtoje ashtu si i trajtuar edhe fiset tjera qifute, duke aluduar në fisin Beni Qainuqa dhe në fisin Beni Nadir. Atër pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam për shkak të respektit madh që ka për fisin Aus, thot, a jeni të pajtimit që gjykimin me bë një njeri prej jush, pra prej fisit tuaj, që unë s'po e bëj, le ta bëj dikush prej fisit tuaj, ata thanë po ja Rasulullah. Atër tha unë propozoj që ai njeri me qenë
sahabiu i nderuar Saad bin Muadhi. Saad bin Muadhi ka qenë lideri i fisit Eus. Ata thanë, po ja Resulullah, pajtohemi plotësisht edhe gjithë një zëri që gjykimin ta bëj Saad bin Muadhi. E dërgon dikë për ta lajmëruar Saadin, sepse Saadi ishte lënduar prej betejës së Hendekut. As tepër, saqë arteria kryesore në krah i ishte lënduar dhe vetëm po i rrithte gjak, po humbte shumë gjak. Aq sa e kishte të pamundur që të merrte pjesë në ekspeditën kundër qifutëve. Por tani i ka ardhur lajmi pe pejgamberit Allahut me ardhur në atë gjendje që është. Vjen me gomar i lënduar në prag të vdekjes, sahabiu i nderuar. Gjatë rrugës, Saadi i lutet Allahut. Thot, o Allah, mos ma merr shpirtin pa ma arfund krejtësisht çështja e fisit Beni Qurajza. Që unë me e pa, me e përjetu që kjo çështje, ky kapitull është mbyll më. Kur arrin në vendin e ngjarjes, në fisin Beni Qurajza, sahabiu i nderuar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju bën thirrje të gjithë njerëzve. Thot, qumu wa anzilu ila sayyidikum. Qohuni edhe mblidhuni tek lideri juaj, pra tek Saad bin Muadhi. Edhe i thot Saadit, o Saad, ti do ta gjykosh çështjen e fisit Beni Qurajza. Po ti e ke në dorë. Me njëherë i vërsulën pjesëtarët e fisit ti, mundohen me shtrin ndikimin e tyre tek Saadi, edhe i thonë, o emiri jon, o Saad, trajtoje ata me mëshirë. Në një farë forme ka dash me intervenu që mos me i gjyku me ekzekutim ata që e kanë tradhtu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët. Saadi thot, radiallahu anhu, ka ardhur koha që Saadi mos me u ndiku prej askuj, pra me gjyku me ligj të Allahut Madhërisëm. Edhe thot publikisht Saadi, unë gjykoj që burrat e tyre që kanë luftuar kundër muslimanëve të ekzekutohen me vdekje. Pasardhësit e tyre, bijtë e tyre të zihen rob, ndërkaq pasuritë e tyre të konfiskohen. Atëherë pejgamberi Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i thot Saadit, hakemte bi hukmi Allahi, ke gjykuar me gjykimin e Allahut Madhërisëm. Besa thot, hakemte bi hukmi Allahi wa rasulihi, ke gjykuar me ligjin e Allahut dhe me gjykimin e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Pra gjykimi i tij ka qenë i drejtë. Madje ky gjykim ka qenë edhe në Tevrat. Edhe Tevrati e ka pas si normë legislative që ata që bëjnë tradhti të gjykohen me ekzekutim. Të lëbrohen pasardhësit e tyre dhe të konfiskohen pasuritë e tyre. Është dhënë gjykimi, pejgamberi Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e obligon sahabiun e nderuar Aliun radhiyallahu anhu dhe Az-Zubair ibn al-Awwam që ata me i pri organizimit të ekzekutimit të atyre që kanë luftu kundër muslimanëve. Vini re, vetëm ata burra që janë quë dhe kanë luftu kundër muslimanëve, vetëm ata janë ekzekutu, e që një mendim thot që kanë qenë diku rreth 400 burra, një mendim tjetër thot deri në 600 prej tyre. Ndërkaq vetëm një femër prej tyre është ekzekutu, ajo që e ka vrarë sahabiun e nderuar, pra prej kështjellës që e treguam në fillim, Khalladin radhiyallahu anhu, sepse syri për sy, veshi për vesh, pra vrasja ekzekutohet me vrasje. E merr Aliu radhiyallahu anhu edhe e kryen urdhën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër, sahabiu i nderuar Ebu Lubabe po e priste se çfarë po ndodhte me të, apo ja pranonte Allahu pendimin, Teuben, derisa Allahu e zbret ajetin kuranor të surës At-Taube, ajetin 102, duke thënë: "Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim, khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an, 'asa Allahu an yatuba 'alayhim, inna Allaha ghafurur rahim." Ata të cilat e kanë përzier veprën e mirë me veprën e keqe. Vepra e mirë e Ebu Lubabes ka qenë që ka shku me e kry urdhën e Muhammed Mustafas për me kry negociatat me ta, dhe ka shkëto vepër të mirë e ka përzi me veprën e keqe, ku ja u ka bon me shej se juve do t'ju ekzekutoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra e ka zbulu sekretin shtetror, prandaj thot Allahu e ka përzi veprën e mirë me veprën e keqe, as Allahu an yatuba alehim, pa dyshim se Allahu
ua pranon pendimin atyre që pendohen sinqerisht, e Allahu është falës i madh dhe është mëshirë plot. Momentin që i zbret ky ajet, pejgamberi Allahut ka qenë tek nëna e besimtarve Ummu Seleme. Ajo del nga gëzimi kur e dëgjon këtë si hariq, edhe bërtet e thot, o Ebu Lubabe, për shkak se shtëpia e Muhammed Mustafas ka qenë ngjit me xhamin e tij. Sallallahu alaihi wasallam, thot, o Ebu Lubabe, Allahu ta pranoi pendimin ty. Edhe gjithë njerëzit u gëzuan për pranimin e pendimit nga Ebu Lubabe. Shkojnë njerëzit me vrap me e zgjidh. Mja hek litarin, thot, jo, pasha Allahun se kam bo be vetëm dora e Resulullahut me më zgjidh mu. Sallallahu alaihi wasallam, atë pejgamberi Allahut pas namazit të sabahut shkon vet edhe ja zgjidh litarin Ebu Lubabes radiallahu anhu. Në anën tjetër, sahabiu i nderuar Sa'd bin Muadhi është në agoni vdekjes edhe jep shpirt. Ky sahabi i madh dhe i nderuar, aq sa edhe me vdekjen e tij është dridhur arshi i Allahut madhrishëm. Sikurse vjen Gjibrili alayhis salam në momentin që vdes Sa'd bin Muadhi, edhe i thot pejgamberit ton të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për robin e mirë që vdiq, sot është dridhur arshi i Allahut. Atëherë pejgamberi Allahut dëgjoi se kishte vdekur Sa'di dhe e kuptoi që Gjibrili e kishte fjalën për të. Madje tha, të nxitojmë ta lajmë xhenazën e tij para melaçeve të Allahut, sepse i ka pa dhe melaçet e Allahut që po nxitojnë kush më la xhenazën i pari, sahabiu të nderuar Sa'd bin Muadhit. Pastaj gjithashtu ka tregu pejgamberi i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të, se kur kanë marrë xhenazën e tij me çun varrim, me çun varreza, ka qenë shumë xhenaze e lehtë, saqë janë çudit sahabët me zvete, duke e çun varr, kanë thonë ja Rasulullah, pse kaq i lehtë, pse kaq xhenaze e lehtë? Ka thonë me ne është duke e bartur edhe një grup prej melekëve të Allahut madhrishëm. Kaq i madh ka qenë figura, kaq i madh ka qenë njeriu, karakteri dhe personaliteti i sahabiut të nderuar Sa'd bin Muadhit. Kaq sa i përket përshkrimit të rëndësishëm të ngjarjes se çfarë ka ndodhur me qifutët në përgjithësi, se si ka debu pejgamberi Allahut shumicën prej tyre dhe se si i kanë dëshku me ndëshkimin meritor për tradhti, pra fisin Beni Quraidha, respektivisht burrat e tyre që kanë luftu kundër muslimanëve, ndërkaq sa i përket mësimeve që nxirren, mësimet më kryesore dhe më përmbajtësore, me lejen e Allahut do të vazhdojmë javën e ardhshme për të tre ngjarjet me radhë që ne i kemi përmendur. Allahu ju shpërbleft.